Sot kemi një personalitet I cili me zërin e tij gjithmonë na ka përcjell vetëm lajme të mira e pozitivitet. Kam nevojë për ujë, edhe për faktin se ka kohë që s'po bëj program edhe në radio. Jam mësuar më shumë këtë pjesë me leximin e reklamave. Duhet me u kthy. Edhe krijuam Glam Radio. Një vibe që I duhej Prishtinës, edhe një vibe që I duhej mediave në vend. Sa për kuriozitetin kam nisë me udhëheq me gjume që prej moshës 19 vjeçare. Në Radio Nacionale në atë kohë duhet gjinë. Janë të ngopur nga politika, nga njerëz që dinë të flasin çdo ditë në thonjza, dinë për tema të ndryshme prej politikës e deri te ekonomia, të mos japin një mendim të mirëfill çfarë do duhej ta kishte më pas. Po, a mendon që do ta ngrisim nivelin për te Big Brother?